Dhe lajmi i fundit, ekspozita Shqipëria nga ajri dhe uji, promovon natyrën dhe kulturën. Ku thoni ju? Në Pekin, në ambientet e ambasadës së Shqipërisë në Pekin, u zhvillua një ekspozitë e veçantë fotografike me titull Shqipëria nga ajri dhe uji, e cila solli për publikun ndërkombëtar bukuritë natyrore të vendit tonë përmes një këndvështrimi unik. Ekspozita prezantoi punimet mbretëslënëse të fotografit të njohur shqiptar Alket Islami, i cili përmes lenteve të tij ka kapur peizazhe spektakolare të Shqipërisë nga ajri ashtu dhe nga uji. Fotot ofruan një udhtim vizual të rrallë duke theksuar pasuritë natyrore dhe diversitetin e peizazheve shqiptare. Aktiviteti u organizua nga zonja Ilda Poda, bashkëshortja e ambasadorit të Shqipërisë në Kinë. Përveç ekspozitës artistike, të ftuar shijuan dhe gatimet tradicionale shqiptare.